أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë, për ti ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi njeriun më të mirë, mbi profetin më të mirë, mbi të dashurin e Allahu xhallashanuhu e të dashurin e zemrës së çdo besimtari, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë, i nderuar mufti, nderuar hatib, imam i xhamis, të nderuar hoxhallar, të nderuar vëllezër të gjakut, vëllezër të dinit, vëllezër të kibles, dhe inshallah vëllezër të xhennetit. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, begatia Allahu xhallashanuhu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tona. Zoti na mundsoft ta jetojmë jetën me paqe, qetësi dhe siguri që vjen prej Tij. Zoti na mundsoft që të hyjmë në varret tona me paqe, qetësi dhe siguri që vjen prej Tij. Zoti na mundsoft të kalojmë urën e siratit me paqe dhe qetësi që vjen po prapë prej Tij. E Zoti na mundsoft të hyjmë në këmbën tonë djathtë në xhennet me paqe, qetësi për Allahu xhallashanuhu, duke na prirë imami ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Më besoni që çdo ditë e Ramazanit është e bukur në çdo vend, por siç e përmendi muftiu, unë e quaj prej sevapeve apo prej punëve me cilën inshallah krenohem përpara Allahu xhallashanuhu që më dha mundësinë ta kaloj një ditë Ramazanin në Shkup i cili ka historinë, ka aktualitetin dhe ka për të patur të ardhmen me lejen e Allahu xhallashanuhu. Zoti e rrethoft mexhlisin ton me melajket e Tij, zbrit mbi këtë mexhlis kënaqësinë e Tij dhe e bof të mexhlis sebeb që të na përmend Zoti në mexhliset e Tij. Mexhliset e Allahut janë më të hajrit, janë më të bukura, më të hishme. O Zot, na mundso ta jetojmë jetën afër këtyre mexhliseve dhe për hatër të tyre të na bashkosh në mexhlisin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zoti e boft agjerimin ton, pastrim për trupin ton, kthjellim nur dhe dritë për mendjen ton, e boft paqe dhe qetësi për zemrat tona, e boft lartësim dhe pasuri për shpirtin ton, na nxjerr prej këtij Ramazani me gjunahet falura, si ditën që na lindën nënat tona. Na nxjerr prej këtij Ramazani njerëz që janë më afër Zotit, më afër xhennetit, më larg shejtanit mallkuar, më larg xhehenemit. Njerëz që siç kanë afruar këmbët e tyre në saf, kanë afruar edhe zemrat e tyre. Inshallah këto zemra rrinë gjithmonë bashkë. Sa të jemi gjallë në këtë jetë, për hatër të vllazërisë dhe këtyre zemrave, na fal e na mëshiron Allahu xhallashanuhu në botën tjetër, se jo të gjithë ndoshta e meritojmë, por për hatër të një zemre, të një vllaji, të një duaje, na përfshin të gjithëve Allahu xhallashanuhu në rahmetin e Tij. Më duket vetja të jemi sinqert si përpara provimit doktoraturës ishte shumë më i lehtë se kaq se kisha 5 profesor, po këtu kam hoxhallar, këtu kam muftiler, këtu kam xhamat, po inshallah Zoti ma mundson që ato fjalë që them të dalin prej zemrës time, e të mbrin në zemrat tuaja, e të na falni taksiratët dhe kusurët, edhe inshallah Zoti mbi gjitha këto fjalë i pranon edhe i quan të gjitha sevap për secilin prej nesh. Ramazani mes durimit dhe falënderimit është pak a shumë tema e ligjeratës apo bashkëbisedimit që do të mundohem të ndaj me ju, shpresoj që të mos ju lodh juve. Nuk është askush më i aftë se sa Allahu xhallashanuhu ta prezantojë njeriu. Sado që njerëzit mundohen, filozofët, politikanët, akademikët mundohen ta prezantojnë njeriu, por ai që ka vullën, nëse mund ta shpreh kështu, ta prezantojë njeriu me pikat e forta dhe dobdat me të mira dhe të këqija, është krijuesi i njeriu. Thot dikush nga njëherë prindi, thot ma mirë se unë nuk e njeh askush fëmijën tim. Me të vërtet, ma mirë se prindi askush se njeh fëmijën e tij. Po ma mirë se Allahu xhallashanuhu, kush e njeh njeriu? Askush ma mirë se krijuesi nuk e njeh krijesën e tij, askush ma mirë se sa Zoti nuk e njeh njeriu. Dhe Zoti në Kur'anin famlar na e ka prezantuar njeriu me të mirat e tij, me të këqijat e tij, me pikat e forta dhe me pikat e dobta.
Një nga ajetet kuranore që prezanton njeriu është dhe ky ajet: Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Njeriu është krijuar i trembur. Njeriu është gjithmonë i trembur dhe i parahatuar. Kështu thot Allahu xhalleshanu për njeriu. Njeriu është krijuar i tillë që kur i vjen një sprov, një të lash, ai trembet shumë, ai friksohet shumë, ai vërtet shumë, e thot nuk ka më keq se sa unë. Shpeshherë them unë i ngjan shembullit të dhelprës të cilës ju dogj bishti, tha u dogj dynjaja, u dogj dynjaja. Faktikisht për dhelpër ishte degur gjithë dynjaja, se për to është bishti është shumë i rëndësishëm. Ashtu është natyra njerëzore, kur i vjen një sprovë prej Allahu xhalleshanu, edhe sikur të jetë sprovë lehtë, njeriu vërtet kërcet ta marrin vesh gjithë se nuk ka më keq se sa unë, nuk ka njeri që është më të lash se sa unë. Por Zoti thot i njëjti njeri kur i vjen një e mirë prej Allahu xhalleshanu, e shtrëngon dorën e tij dhe e mbyll gojën e tij. Nuk falenderon për të mirat e Zotit, nuk e reflekton të mirën që i ka dhënë Allahu xhalleshanu. E kur e pyet atë si ke hallët, si gjithë dynjaja thot, si që vujnë tjerë të vuj dhe unë, në një kohë që ati Zoti i ka zbrit mirësi pafund. I njëjti sy që qanë kur ka hallë, i njëjti sy qesh dhe kënaqet kur ka të mira, por pak janë ata njerëz që falenderojnë Allahun xhalleshanu. Natyra njerëzore, vëllezër, është e tillë që kur i vjen njeriu sprova, thot nuk ka sprovë më të madhe se sa kjo. Por faktikisht, po të shofi njeriu djathtas dhe majtas, do shikoj që ka njerëz edhe më sprovuar se sa ai. I njëjti njeri kur i vjen mirësia prej Allahu xhalleshanu, e minimizon atë mirësi, nuk flet, nuk falenderon as me shpirtin e tij, as me gojën e tij, edhe nuk e bën falenderimin as me punën dhe me veprën e tij. O i njëjti Zot na tregon neve për dynjan. Na thot që kjo dynja nuk është bahçe xheneti, që kjo dynja nuk është e kurdisur vetëm me të mira, që kjo dynja ka dhe trandafil, po ka dhe gjemba trandafili, që kjo dynja e ka dhe të mirën, e ka dhe të keqen brenda, edhe të ëmbëlën dhe të thartën. Një ditë është të ëmbël, 3 ditë janë të hidhura dhe të tharta, pastaj prapë vijnë të mirat. Ai njeri që e kërkon dynjan që t'i shkoj vaj, që mos ketë asnjë problem, mos t'i hi asnjë ferr në këmbë, ai njeri ka ardhur në adresën e gabuar, të kërkoj një dynja tjetër. Madje një pjesë thonë që kur jam besimtar, duhet të më shkoj dynjaja, mare mirë, mos kem probleme. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon që ata që sprovohen më shumë, atyre që u hyn më shumë therrat janë pejgamberët e Allahu xhalleshanu, se Zoti do mi tregu ata model për gjithë njerëzit. Ja kush është besimtari. Ati që kur i vjen vështirësia, i vjen të lashi, ajo është i fortë, është i lidhur me Allahun xhalleshanu dhe ke lezet të rish afër atij njeriu. A thua se s'ka halla e probleme ai. Por njerëzit nga që nuk e njohin natyrën e kësaj dynjaje, si e ka kurdis Allahu xhalleshanu, e duan atë të jetë pas prova, e duan atë të jetë pa probleme. Një sprovë e vogël po t'i bie njeriut, ai harron Zotin, harron veten e tij dhe harron çdo gjë. Dietarët thonë, e ka kurdis Zoti dynjan me të mirën dhe të keqen si puna e arrës. Ajo nga jashtë është e fortë, do mund për ta thyer atë. Mirë po, lezeti dhe mirësia asaj arë është aty brenda. Dhe njerëzit e thyn arën nga jashtë, edhe sikur të jetë arë fort, i themi në gungsha, në nga anët tona, e thyn thonë se e din, thonë se e ka më të shishëm bukën brenda. Ashtu është dynjaja. Nga njëherë të vjen sprove madhe prej Zotit. Duhet me duruat sprovë, do shumë mund, do shumë sabër, por mirësia Allahu xhalleshanu është fshehur brenda asaj sprove. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ju mund ta urreni diçka, po është më e hajrit për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Mund ta doni shumë diçka, po ajo është më e sherrit për ju. Është si puna e dynjas, si puna e frutit apo pemës së pjeshkës, është e butë nga jashtë, por e ka të fortën brenda. Nga njëherë të vjen ty mirësit prej Zotit, njëra mas tjetrës, por ki kujdes, kjo është sprovë prej Allahu xhalleshanu. E ka kurdis Zoti sprovën me të mirë dhe me të keqe. Mos kujtoni vllazën se sprova është vetëm smundja. Sprova është edhe shëndeti.
Mos kujtoni se sprova është vetëm fukaralliku, sprova më e madhe është pasunia. Mos kujtoni se sprova është vetëm mos kesh fëmijë, sprova është edhe që të kesh fëmijë. Çdo gjë që ta ka dhënë ty Allahu xhaleshanu është sprovë. Por pjesa më e madhe e njerëzve e quajnë provë vetëm smundjen, nuk e quajnë sprovë shëndetin. Pjesa më e madhe e njerëzve e quajnë provë fukarallikun, nuk e quajnë sprovë mirësinë dhe pasurinë që të ka dhënë Allahu xhaleshanu. Zoti thot në Kur'anin famlar: "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un." Çdo nefs ka për ta shijuar vdekjen dhe ne ju sprovojmë juve me sherr. Ju duket juve sikur është sherr, por ndoshta në realitet ajo nuk është sherr. Me të vështirësi, me të lashe, me halla, me probleme, por ju sprovojmë edhe me të mira. Pra qenë ka edhe e mira, qenë ka sprovë, madje do flasim pak më vonë, ajo është sprova më e madhe, në të cilën mbesin në klasë shumica e njerëzve. Besimtarin, të nderuar vëllezër, nuk ka brinja. Nuk është shkruar në ballin e dikujt që ky është besimtar mu'min e ky tjetri është jo besimtar qafir. Besimtari patjetër që ka nurin që i ka dhënë Allahu xhaleshanu, na bëv Zoti për atyre që kanë nur në zemrat e tyre, nur në ballet e tyre, nur në gjymtyrët e tyre, nur me cilin ka për ta njohur profeti sallallahu alaihi wasallam ditën e mahsherit. Besimtari tregohet dhe dallohet pikrisht në sprova, dhe dallohet pikrisht në mirësi. Në sprova ajo është durimtar dhe Zoti e lartëson me durimin e tij, në mirësi ajo është falënderues dhe Zoti e lartëson me falënderimin e tij. Këtë na ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Adha ju çudit për ta tërheq vëmendjen gjithë, është e çuditshme tha puna e besimtarit. E gjithë puna e besimtarit është hajër, dhe këtë se meriton askush tjetër përveç se besimtarit. Kur i vjen atij një sprovë, ai duron dhe shpërblehet për sprovën, për durimin e tij. Kur i vjen atij një e mirë, ai falënderon dhe shpërblehet për falënderimin e tij. Këtë privilegj dhe këtë avantazh se ka askush tjetër përveç besimtarit. Na mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam vllazën që besimtari dallohet kur e sprovon Allahu xhaleshanu. A është durimtar? A e bën durimin për hatër të Zotit? A e bën durimin me herën e parë apo e bën durimin ku s'ka ku të shkoj, se thon lum për sabërliun ku s'ka çka bën? Nuk është ky sabri që deshi Allahu xhaleshanu. Sabri që deshi Zoti është ai sabri që njeriu i dorëzohet atij që është më i mëshirshëm, më i urti. Allahu xhaleshanu: "O Zot, ishte prej teje, më lehtëso sprovën mua dhe më bëj prej durimtarëve dhe më shpërblej për durimin tim." Besimtarët njihen në sprova, sepse ti don apo nuk don ka për të ardhur sprova dhe shpesh herë të vjen aty ku ty s'ta merr mendja. Aty ku ty s'ta ka marr asnjëherë mendja, mund vi sprova Allahu xhaleshanu. A do të thotë kjo ti lutemi Zotit na sprovoj? Hasha. Ne lutemi Zotit: "O Zot, mos na sprovo, o Zot, na largo sprovën." Por nëse kaderi yt, urtësia dhe mëshira jote kanë caktuar sprovë, ma lehtëso sprovën o Zot, më jep durim dhe më shpërblej në këtë sprovë. Kjo është duaja që bën çdo besimtar. Besimtari i lutet Allahut për mirësi: "O Zot, na jep të mira në dynja dhe të mira në ahiret." Por thotë: "O Zot, siç ma ke dhënë mirësinë, bëj për atyre që e vlerësojnë mirësinë tënde, bëj për atyre që ta dinë shqyqyrin, se pjesa më e madhe e njerëzve nuk e vlerësojnë dhe nuk ja bën shqyqyrin Allahu xhaleshanuhu." Gjysma e fesë është durim, gjysma tjetër është falënderim vllazën. Kaq e thjeshtë është. Nëse dini është një, është i ndarë në dy pjesë. Gjysma është sabër dhe durim, gjysma tjetër është shqyqyr, pra falënderim. Edhe dynjaja është ndarë në dy pjesë, në vështirësi dhe në mirësi. Vështirësitë kërkojnë durim, ndërsa mirësitë kërkojnë falënderim për Allahun xhaleshanu. E nis me sabrin, i cili është më i vështirë, të jemi sinqert. Arabët thonë që fjala sabër vjen nga bima sabir, është një bim e idhët si puna e pelimit, që edhe kafsha nuk e përtyp dot, me tregu që kur të vjen vështirësia është e vështirë për nefsin ta përtypi, por është një bim e hidhur, po që sonin fundin e ka të ëmbël. Kështu ka caktuar Allahu xhaleshanu. Kur robit t'i vi vështirësia, ka për t'i ardhe hidhur ajo vështirësi në fillim,
por kur ai ti dorëzohet Allahu xhalleshanu, kur ai të bëj sabër, në fundin ka për ta patur të hajrit, ka për ta patur të ëmbël. Imagjinoni sa i rëndësishëm është ky sabri, sa i rëndësishëm është durimi. A mund ta rris prindi një fëmijë nëse nuk ka durim? Sot ka shumë prindër nuk duan të kenë fëmijë dhe kjo është e çuditshme. Thot kush i hyn aty muhabeti? Duhet me mbajt, duhet me rrit, duhet me shkollu, shpenzim pas shpenzimi, thot ndel shumë shtrenjtë me pas një fëmijë. Po imagjino çfarë sakrifice bën një prind i cili do rrisi një fëmijë. Gjithë jeta është investim, është sakrifis, është e vështirë si puna asaj bimës që është e hidhur, por fundin e ka të hajrit, se në fund ke lanë në këtë dynja një evlat të hajrit, ke lanë të hapur një derë xhenetit, ke lanë të hapur një derë duas, e cila sa të jetë ai fëmijë gjallë, ty të vinë sevapët edhe pyet robi, o Zot, çfarë po ndodh me mua? Pse mu më rritën gradët mua në xhenet? I thot Allahu xhalleshanu, evladi hajrit që ke lanë në dynja, që ti je lodh shumë për ta arritur atë, është duke bërë dua për ty. Më thoni vllazën, a ka investim më të madh për njeriu? A ka investim më të mençur se sa me lanë këtë dynja një evlat hajrit? Allahu xhalleshanu na dhash gjithë dhe nasib evlat hajrit, por dhe neve na boft evlat hajrit për prindrit tanë, nëse janë gjallë Zoti u dhash tjetë, edhe na dhash mundësi t'u shërbejmë atyre, nëse kanë ndruar jetë Zoti i falt edhe mëshiroft, e mos u harrojmë në duat tona. Imagjinoni, a do të rriste nëna fëmijë mos kishte patur sabër dhe durim, vetëm gjumi i natës sa heri prishet asaj. Fëmija merr prej kockave të nënës, prej kalcumit të nënës, i jep gjithë jetën asaj fëmije. Nëna e mas mundjen që mos shkoj smundja të fëmija që ka në barkun e saj. A maron puna vetëm kur është fëmijë, ne i themi ne kur është i vogël ta prish gjumin, kur rritet lëm pa gjumë. Gjithmonë prindi ka këtë sakrificë, por nuk ka emër më të bukur në dynja se sa emri prind, nuk ka emër më të bukur në dynja se sa emri nan. Por këtë emër kaq të bukur e meriton ai njeri, ajo nan, ai prind i cili e ka nda menen me bë sabër, me eduku dhe me rrit fëmijë, se nuk është thjesht me sjell në dynja, por është me sjell dhe me eduku këta fëmijë. Më thoni, a mund të bëhet dikush futbollist, sportist i famshëm nëse ai nuk ka durim? Nëse nuk ka durim të shkojë në stërvitje, të bëjë aktivitet fizik, a mundet të dalë dikush hoxh nëse nuk ka durua ai dhe familja e tij? Pyesni hoxhallarët që keni këtu, t'ia tregojnë vështirësitë e tyre, sa rrugë kanë bërë, me sa policia janë takuar, sa halle kanë pas, sa probleme, pafundësisht shkruhen libra, po në fund të këtij udhëtimi që e ka emrin udhëtimi i durimit, ka dalë një hoxh, ka dalë një hafiz, ka dalë një dietar. Në çdo vend, në çdo fushë të jetës e ka kurdis Allahu xhalleshanu që pa sabër, pa durim, pa sakrifisa, pa vështirësi nuk ka për të ardhur hajri. Arabët thonë një shprehje, mos kujto se lavdia është si puna e hurmës të ëmbël që ti e han për iftar, nuk ke për të arritur kur lavdin derisa ta shijosh atë bimën e hidhur të sabirit, që ishte bima e durimit. Pa shiju atë hidhësinë e saj, vështirësinë e saj, nuk ka për të shua Allahu xhalleshanuhu në majet malit. Mundoni të ngjitni majeve të maleve. Është e vështirë, merret fryma, ndalen këmbët, nuk ke fuqi, nuk ke takat, por ai që mbrin thot elhamdulillah. U lodha, sakrifikova, pa ma mundsoj Allahu xhalleshanuhu me pa dynjan nga nalt. Ai njeri që ka durim, i jep Zoti mundësinë ta shoh dynjan nga nalt, dhe kush e shef dynjan nga nalt, patjetër që ai kënaqësi tjetër. Në çdo hap të kësaj jete, deri në portat e xhenetit, të nderuar vëllezër, kemi nevojë për durim. Unë jam i mahnitur dhe nuk ka pse mos mahnitem se Zoti kur flet ato që është e vërteta absolute. Shifni dhe dëgjoni ajetin i cili tregon për shëndetin e parë që dëgjojnë veshët e xhenetlive. Kur afrohen tek portat e xhenetit, me lajket i presin, i kanë prit me, po themi gjithë janë delegacioni me lajkeve, janë duke prit xhenetlit e parë, Zoti na bëf prej tyre që hyjnë në xhenet. Çfarë thon me lajket? Selamun aleikum bima sabertum, fe ni'me uqbad dar. Selami qoftë mbi ju, ishit durimtar, lumë për shtëpinë ku do të hyni ju. Ata e dinë se çka ka brenda. Ne i besojmë pse kemi parë, ata e dinë. Paqja Allahut, selami Allahut qoftë mbi ju, ju keni qenë sabërli.
Do me thonë, deri në portën e xhenetit, ne kemi nevojë për sabër. Inshallah Zoti na bën prej sabërlive dhe na bën për atyre që e shijojnë sabrin e tyre dhe për atyre që mrim në portat e xhenetit dhe dëgjojmë thirrjen e melajkeve, selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dietarët na thonë që durimi është 3 llojesh. Na e thonë për të na shpjeguar neve, sa ajo një durim faktikisht është. Durimi i parë është kesh durim të ndalesh përpara haramit, përpara gjunahut, përpara hakut tjetrit, përpara padrejësisë. Durimi përpara josheve. Unë këtë durim e quaj durim Jusufi, sepse ai që është model për këtë durim është Jusufi alayhis salam. Një skllav i shitur në treg, nuk e dinte as se ku është, thjesht punëtor, u josh nga zonja e shtëpisë e cila ishte gruaja e ministrit. Shumica e njerëzve mund të bien në atë gabim, edhe nuk i quhet për gabim sa ai është njeri pa njeri, po ai tha më mirë burgu o Zot se sa ta bëj këtë gjuna. Prandaj Zoti e bori Jusufin alayhis salam model. Model për durimtarët, model për trit, model për pejgamberët, model për gjithë sultanët dhe gjithë padishahët, sepse nga fillimi deri në fund jeta e tij pati durim me një krah dhe pati falënderim në krahun tjetër. Durimi që ne kemi nevojë ne është durimi që do të na bëjë të kemi majm frenat përpara gjunahut, përpara haramit, është si puna e kerrave, makinave. Nëse makina është, i themi në një dyshez, ta të pjetë po zbret poshtë, ajo ecën vetvetiu. Nëse ti nuk i shkel frenat, ajo shkon dhe përplaset dhe shkatrohet. Është shumë i rëndësishëm sistemi i frenave, sidomos në këto situata. Kjo është durimi i cili të frenon përpara haramit, sepse nefsi e don haramin. Nefsi joshet vrapon tek harami, po si pa të frenat e forta, edhe të këmbës edhe të dorës, ti rrezikon të shkon e të biesh në atë haram. Prandaj modeli për këtë lloj durimi është modeli i Jusufit alayhis salam. Një model tjetër durimi është durimi kur të bien ty sprovat e Allahu xhalleshanu. Gjithë dhe u bin sprovat me një formë një tjetër, por do të me pas durim, sepse durimi i zbut këto sprova. Unë këto durim e quaj durim e Jubi, është durimi e Jubit alayhis salam. E sprovoi Allahu xhalleshanu më shumë se asnjëri tjetër. E sprovoi në pasuninë e tij, e sprovoi në familjen e tij, e sprovoi në shëndetin e tij, derisa arriti puna, kishte frikë se do t'i smurët dhe gjuha e tij dhe do të kujtonte Zotin. E tha: Rabbi inni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. O Zot, mua më ka rënë një hall, ti je mëshiruesi i mëshiruesve. Është modeli të gjithë atyre njerëzve që i ka sprovuar Zoti me shëndetin e tyre, me fëmijët e tyre dhe me familjen e tyre. Kjo është durimi i Ejubit alayhis salam. Duhet me pas durim me i përballu vështirësitë e jetës. Kjo i ngjan tek kerri sistemit të amortizimit. Rrugët e dynjas kanë shumë gropa. Nëse se ke të mirë sistemin e amortizimit, ke për ta thyer makinën tënde ato. Se nuk e din ku është gropa e radhës, por atij njeriu që i ka dhënë Zoti durim, është si puna e amortizimit, siç i kanë bencat apo makina të tjera. Ato i ka gropa është një lloje edhe për këtë edhe për atë tjetrën, por nga që e ka sistemin e amortizimit më të fortë, gropa është më e butë, goditja është më e butë dhe i kalon më me selamet ato gropa. Dynjaja ka shumë gropa. Nuk e dim ku janë gropat e radhës, nuk e dim se ku do bijem, po kush e ka këtë sistem durimi me vete, atij ja leçon Allahu xhalleshanu dhe sprova, vështirësia i vjen më e lehtë. Durimi tjetër është durimi që të shtyn për ta bërë punën e mirë, se nefsi nuk ka qef më ngret për syfyr, me hangër syfyr, thosë se nuk ka moreks, nuk ka qef më ngret me fal namazin e sabahut, se është kulmi i gjumit më të ëmbël. Nuk ka qef më agjëru, sepse do rish pa ngranë dhe pa pirë. Nuk ka qef me vrapu për namaz, nefsi nuk e don dot diçka të tillë. Por çat shtyn ty ta bësh atë, është durimi i brendshëm. Ha gajret se ke për ta kalu. Edhe në fund ditës agjerimit i harrojmë krejta vështirësitë tona, themi elhamdulillah. O Zot, ma mundsove të agjeroj edhe këtë ditë. U harrua etja, u harrua uria, ikën gjithë vështirësitë, ngeli shpërblimi i agjurimit. Durimi, ky lloj durimi që e përmenda tani është durimi Muhammedi. I tha Aisha radiallahu anha, o i dërguar i Zotit, sa shumë falesh ti. Ti në ejtë kamët, ti ka falë Allahu gjitha gjunahet që kanë kaluar dhe që vinë. Pse ka shumë e mundon vetën tënde? Tha, ja Aisha,
e fela e kuna abden shekura, me që Zoti mi ka falë këtë gjunahet, a mos jem falenderues ndaj Allahu Gjellëshanu. Kjo është durimi që shtyn besimtarin për t'i bërë të mirat, dhe model për secilin për nesh në këtë rast është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gjysma e fesë, durimi. Është gjysma tjetër, është falenderimi, ajo është pemë e amël. Është shumë e shijshme falenderimi, por duhet me ia dhënë hakun asaj. Duhet me shpërnda, me ia tregu edhe njerëzve të tjerë që edhe mua ka dhënë Zoti mirë, të mirën që më ka dhënë Zoti, kam qejf me nda me ty, se kur e ndaj të mirën me ty, ajo bëhet më e hijshme, ajo bëhet më e ëmbël. Kurse kur nuk e ndan të mirën e Zotit, ha sa duash, kur s'ke për të frymën për asaj, sepse ai njeri që jeton vetëm për veten e tij, ai jeton i vogël, ai vdes i vogël dhe do të ringjallet i vogël. Arabët kanë thënë shekereti naka, kur deveja apo lopa i mush gjitë e saj me qumësht. Ta gjindja jep gjithëve të njësoj, po janë disa lopë më njëherë ta kthejnë në qumësht. Kjo është falenderuesi. Zoti jep një të mirë, ai më njëherë tregon të mirën që i ka dhënë Allahu Gjellëshanu. Ai thotë elhamdulillah. Edhe nëse ka hall, elhamdulillah. Sado që të falenderoj Zotin është shumë pak, më ka dhënë Zoti shumë më tepër. Ka disa lopë tjera që jepi sa duash, asnjëherë s'ta kthejnë në qumësht. Kjo është shumica e njerëzve. Atyre jo jep Zoti një herë, 2 herë, 10 herë, asnjëherë nuk falenderojnë, sepse se kanë shiju falenderimin në zemrën e tyre dhe nuk ju del për gojës tyre. Sprova me falenderim është më e vështirë se sa e para, vëllezër. Sepse durimi është si puna e murit, ke për të ndalë aty s'ke ku shkon, ndërsa falenderimi është si puna e livadhit. I ka kufit shumë larg dhe pjesa më e madhe e njerëzve nuk din t'ia vënë kufit livadit të tyre. Na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që 3 persona nga Beni Israilit, shumë fukarej, por përveç fukarallikut kishin edhe nga një smundje. Allahu Gjellëshanu deshi me i provu këta, tu jap të mira një herë, edhe t'i provoj pastaj për s'dyti, a do din t'a ruajnë kush kanë qenë, a do t'a majnë nderin, a do t'jen falenderues ndaj Allahu Gjellëshanu. I pari ishte shumë fukara, i këputëm fukarallik, po kishte një smundje që i binte mishi dhe lëkura prej trupi, prej asaj smundje. I dyti kishte një smundje që si dilishin flok, edhe në atë kohë ka qenë smundje, si në kohë që është modë. I treti ishte i verbër. Të 3 fukarej, të 3 kishin nga një smundje, askush s'u afrohej atyne. Allahu Gjellëshanuhu qoi një melaike, por në formën e melekut, tha jam i dërguar prej Zotit, Allahu Gjellëshanuhu ka lëshu rahmet mbi ty, kërko çfarë të duash, tha i pari, tha veç të ma heqi Zoti këtë smundje, se së më afrohen njerëzit. I tha melekja Allahu Gjellëshanuhu, kërko pasuri çfarë të duash, me që Zoti po mjep, tha të mjap një deve bars. I tha të parit, Zoti ta boft bereqetshme, mos e harro se kush ke qenë. Edhe hiku prej atij. Shkoi tek i dyti kërkoi që t'i jap Zoti flok, edhe pasuni dhe Allahu Gjellëshanu një lopë të mbarsur. I tha Zoti ta boft bereqetshme, mos harro se kush ke qenë. Shkoi tek i treti, tha vetëm du sy me pa njerëzit. Du me pa dynjan si është me sy, se vetëm e imagjinoj. I dha Zoti atij sy, e tha po pasuni, tha dua një dele. I dha një dele të mbarsur dhe tha Zoti ta boft bereqetshme, mos harro kur se kush ke qenë. Kaluan vitet, të parit ju bë një tufë madhe me deve pasunik mbi pasanik. Kishte lezet me pa dhe pamjen, i hishëm, i bukur, pasunik pa fund, edhe filloi t'u i thonë vetes vet, a shifni se kush jam unë? Po ashtu i dyti u bë shumë pasanik me shumë lop, edhe i treti shumë pasanik me shumë dele. Allahu Gjellëshanuhu të sprovon, thash, edhe me vështirësi, edhe me të mirë. E dërgoi të njëjtin me laike, por në forma të ndryshme. Ati të parit ja qoi sikur me qeni smur me smundjen e lebrozës, që kishte qenë ai smur me smundjen e lebrozës. I mbetur në rrugë dhe i tha, për hatër të atit Zoti që të ka dhënë një lëkurë kaq të bukur, një trup kaq të hishëm me gjithë të pasuni, jam fukara i mbetur në rrugë, më jep diçka sa të mbrin destinacionin tim, se përveç Zotit dhe përveç teje nuk kam ndihmë tjetër. Aja pak shu anash një herë, tha, si puna jote më bin për ditë mua. Me lajkja, në këtë rast në formën e njeriu, tha, sikur të njoft ty, tha, a nuk ke qenë dhe ti si puna ime? Jo, tha, e ke gabim, tha, unë dem babadem, kështu kam qenë, tha, e kam fitu me mundin tim. Kjo është njeriu.
E haron kush ka qenë, thotë kam fituar me mundin tim. Fëmia është i imi, pasunia është e imja, shëndeti është i imi, pushteti është i, paraja është e imja. E haron njeriu se kush ka qenë. Prandaj thonë ki frik nga zengini i ri, sepse ai e haron shumë shpejt se kush ka qenë. I tha, nëse po thuhet vërtetën të ktheft Allahu atë ku ke qenë. Bof Zoti si shke qenë, e ktheu Zoti edhe një herë atë kush ke qenë. Shkoi tek i dyti, edhe i dyti tha, njerëz si puna jote më vijnë shumë. Tha, a nuk ke qenë ti pa flok, e të ka dhënë Zoti flok, nuk ke qenë fukarat ka po pasanik, e ke shumë gabim, tha, unë kam fituar dem baba dem, është mundi im. I tha, nëse po thuhet vërtetën, kthet Zoti aty ku ke qenë, ku shkoi tek i treti, edhe i tha, kam nevojë, tha, vetëm për një dele të mbri, destinacion se përveç Zotit nuk edhe ty nuk kam njëri tjetër. A i sa e pa fukarajn, ju kujtu vetja vetë, para 20 vitesh, edhe i shku në sytë lotë. I tham, ke përmend, tha vetën time, para 20 vitesh, kam qenë kështu edhe ma kese sa kaq, tha, qa do t'i një dele, vallahi mere gjithë tufën, se nëse e merë kret nuk më lëviz zemra, se më ke kujtu vetën time. I tha, ty Zoti ta begatoft pasunin, jam i njëjti me lajke që erdha para disa vitesh, dy vëllezërit tuaj harruan veten e tyre, ti se harrove, halal ta bëv Zoti. Kjo histori nuk është vetëm për 3 persona nga Beni Israilit, është për secilin prej nesh. Mos bëhemi nga ata njerëz që se kthejnë kryet mrapa dhe mendojnë që kanë dem babadem. Nuk ka pasuni dem babadem. Dem babadem pasunia ka qenë dhe është e Allahu xhalleshanu. Këtë florini që është në dynja, ky ka qenë dhe përpara, ky ka përqenë deri në ditën e Kiametit. Allahu xhalleshanu ta ka dhënë ty në administrim, administroja atë, shifja hajrin dhe shpërndaja atë, po t'jesh i sigurt s'ke për ta marrë me vete. Thot dikush, vallai kam qef me e marrë me vete. Merre, po kam për të ta hadh varrin, kam për të ta masakruar dhe xhenazën tënde. Ktu e ka kriju Zoti këtë pasuni, ktu ka për të mbet ajo. Prandaj kur vdes robi, shkon me një qefin, por merr me vete një pasuni të madhe. Cila është pasunia që merr njeriu me vete? Është pikërisht kjo që ja ka ndjej lezetin vështirësisë dhe ka duru dhe ka shpërbly Allahu, ja ka ndjej lezetin mirësisë dhe ka falendëru dhe ka shpërbly Allahu xhalleshanuhu. Nuk do ta zgjas shumë se po shkojmë dhe afër fundit, po thotë që një dietar dëgjoi me një çadër, dëgjonte një burr që thoshte mrena elhamdulillah, o Zot më ke dallu për shumë njerëzve dhe më ke dhënë ato që si ke dhënë shumë njerëzve dhe bërtiste ky njeriu. Ky u bë shumë, me thënë, lindi interesi, kurreshte, kush është ky njeri që rri e falenderoj Zotin, o Zot, falenderoj ty që më ke dhënë shumë mirësi dhe më ke dallu për shumë njerëzve të tjerë. E hapi pak atë derën e çadrës në shkretir, po them unë. Kur sa të shoh ai, një njeri pa dur, një njeri pa këmbë, një njeri i verbër që nuk shifte. Subhanallah. Pa dur, pa këmbë, pa sy, thot o Zot, falenderoj ty që më ke dhënë kaq shumë të mira dhe më ke dalluar nga shumë njerëz të tjerë. Shkoi dhe i dha selam, ja ktheu selamin ai. Tha, a mund të më thuash si të pas ka dalluar ty Zoti prej njerëzve të tjerë? Ç'a të mira është ka dhënë ty Allahu xhalleshanuhu që sipas ka dhënë njerëzve të tjerë? Ai buzëqeshi dhe tha, e falenderoj Zotin se më ka lënë hala gjallë një gjuhë e cila e kujton atë. Më ka dhënë Zoti një zemër që e falenderon atë dhe më ka dhënë Zoti një trup që duron. Këto treja janë mirësi të jashtëzakonshme. E tha, ky falenderon Zotin që s'ka dur, s'ka këmbë, e nuk ka sy, por falenderon që i ka dhënë Zoti një gjuhë e cila gjithmonë Zotin e kujton, një zemër që Zotin po ashtu e falenderon dhe i ka dhënë një trup që duron, sepse është një nimet i madh me të dhënë Zoti smundjen dhe me ta dhënë trupin që përballon atë smundje. Se smundja është njësoj, por njerëzit e përballojnë ndryshe atë. Kurse mua tha më ka dhënë Zoti gjithë këto të mirat, asnjëherë se kam falendëruar Allahun xhalleshanu. Prandaj të nderuar vëllazën ti kthemi vetes tonë. Vallahi Zoti është bujar me secilin prej nesh. Me mat pasunin vetëm me parë i kemi bë padrejti vetes tonë dhe Allahut. Shëndeti është pasuni, familja është pasuri, vllazërilloku është pasuri. Po çfarë duhet ty pasunia, kush sjep askush selam, askush se merr selamin tënd. Qa duhet ty pasunia kur ti nuk ke shëndetin tënd, kur ti nuk ke familjen tënde. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ai njeri që kur gdhin sabahu, ai është i qetë dhe i sigurt në kasollën e tij, e ka rreth e rrotull familjen e tij dhe e ka përpara bukën e ditës së tij, le ta di se i ka dhënë Zoti gjithë dynjan dhe çka brenda saj.
To janë 3 mirësit jashtëzakonshme. A ke një shtëpi ku fusi shkokën, a ke një kasolle, a je i qetë me familjen tënde, a s'ke hasmëri, a nuk ke frikë me dalë në rrugë, a e ke të siguruar kafshatën e ditës, ti je mbret mbi mbretër, sepse ka shumë njerëz që e kanë vilën, por janë të parahatuar në shpirtin e tyre. Se kanë aty familjen e tyre, fëmia ka ikë me një drejtim, vajza ka ikë në drejtim tjetër, është përnda familja. Çfarë shijon ty kur ti ke një hall? Oreksi nuk është se çaj duke hëngër, po çfarë përjeton ti. Ka njerëz që kanë tavolinën e tyre të mbushur me gjithë mirat, nuk kanë oreks, nuk e shijojnë atë. Dikujt tjetër sistemin ne i shijon buka me krip. E lut Allahun xhalleshanu të na bëjë për atyre që janë sabërli, janë durimtar, ju ka hije durimi i tyre në vështirësi, e ti shpërblej Zoti për këtë durim, ta bëj Zoti falendërues dhe të mirave të pafund që na ka dhënë Allahu xhalleshanu, e Zoti do të na i shtojë të mirat, shu ka thënë, wala in shakartum la azidannakum, nëse ju falenderoni, unë do t'u ashtoj edhe më tepër të mira në dynja, kurse për të mirat e ahiretit as mos e imagjinoni se atje është e pa imagjinueshme. Po ka një derë që e ka emrin dera e falenderuesve, një nga dyrët e xhenetit, thonë që shumë pak njerëz ka aty në atë derë, se pjesa më e madhe nuk janë falenderues ndaj të mirave të Allahu xhalleshanu. Ramazani vjen me na thënë duro për hatër të Zotit, ka për të mbrit koha iftarit, do të kënaqesh që durove, do të kënaqesh me duan që bën në iftar. Ramazani na thot falendero Zotin për të mirat që të ka dhënë. Shife ti ke nevojë për një kafshat bukë, për një pikë ujë, ti je rob i Allahu xhalleshanu. Zoti ka vendosur kufi, por nëse do jesh falendërues, nëse do jesh durues, ke për t'ia marrë shpërblimin këtij muaji. Inshallah, jo vetëm në Ramazan, po edhe pas Ramazanit Zoti na bëf sabërli. Për hatër të Allahut, na bëf Zoti falendërues ndaj të mirave të Allahu xhalleshanu, në fund të jetës me pyet një person që do dhën shpirt, thuaj atij, më trego se çfarë mban mend ti nga vështirësitë e dynjas. Nuk ma men kur gjë, nuk di thot kur gjë, por nëse ka qenë sabërli, i ka marrë me vete këtë sevapet e vështirësive. Pyet të njëjtin person, çfarë ma men ti nga kënaqësitë e dynjas, nuk i hyn sy asnjë kënaqësi, asnjë gjë s'ma men ai, por nëse ka qenë falendërues, ja ka marrë sevapin të gjitha mirësive, do dalim prej kësaj dynjaje, do t'i harrojmë të gjitha vështirësitë, do t'i harrojmë të gjitha kënaqësitë, lumë për ata njerëz që vështirësinë e kanë kaluar me durim dhe ja kanë marrë shpërblimin durimit, lumë për ata njerëz që të mirën e Zotit e kanë kaluar me shqyrë dhe e kanë marrë shpërblimin atij falënderimi. Allahu ja shpërblef me të mira, e na takov Zoti gjithmonë në mezhliset të hajrit në këtë dynja, mos na ndaf për njëri tjetrit, për duave të njëri tjetrit dhe na bashkov Zoti në mezhlisin e Allahu xhalleshanu, në mezhlisin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në xhennetin e tij. Mos në haroni në duat tuaja, mos i haroni prej këtyre duave vëllezërit dhe motrat tona, kudo që janë. Allahu e nxjerrt ummetin e Muhamedit alayhis salam prej këtij Ramazani më besimtar, më afër Zotit dhe më afër njëri tjetrit, se mas Allahut kemi njëri tjetrin. Prandaj Zoti mos na lash larg atij dhe mos na lash larg njëri tjetrit. Edhe një herë mufti, imam, vëllezër, hoxhallar, xhamat, të gjithë ju falenderoj. E quj një ditë tash të veçantë, inshallah Zoti edhe rrugën, edhe qëndrimin, edhe netin me ju e pranon si shpërblim, e të gjithë dhe na mundson me na tregu këtë hajër, këtë shpërblim edhe në dynja edhe në ahiret. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Dhe na